ndërlidhur me nenin 82 paragrafin 1 në pika 3, e cila dispozit nuk ka para po pasojë juridike, tashetutje e kemi të qartë, por nuk ka mundur të nxirret dekreti hipotetikisht mbi një bazë që nuk ekziston. Tashetutje e keni bazë, por s'ka ekzistuar deri më sot. Po deri sot s'ka ekzistuar baza. Po jo baza është tash aktgjykimi, që po tash jep një kundërargument. Edhe në dispozitiv aktgjykimi parashe që nëse brenda këtyre 34 ditëve nuk zgjedhet presidenti, parashe shpërndarjen vetë gjykata kushtetuese në aktgjykim. Do të thënë nuk ja bart autorizimin as presidentit. Se s'kem president. Po ushtruese e detyrës. Jo, kemi ushtrues. E thot decisivisht. Po sepse kjo është tjetër, e thot decisivisht. Ushtruesi presidenti thot, bashkë thot presidenti apo ushtruesja e detyrës së presidentit, thot e ka vetëm një kompetencë me e caktu datën e zgjedhjeve. Po mas shpërndarjes. Po ju për shpërndarjen e ka bu vetë gjykata. Po automatikisht e bën sepse e konsumon tot presidentit. Jo, s'po del kujo. Ne ka vepruar me çmendjen e Mahotit. E nisi fjalën duke thënë që është të mërshme, veç apo mos e nuk duhet me shkuvenin zgjedhjen se s'mund të zgjedh kuvenin presidentit. Po është për të mërshmes. Jo bre me thonë që nuk duhet me shkuvenin e zgjedhjes. Nëse kuveni dështon me zgjedhje presidentin, nuk i di pse ki ka shumë ciklet. Le ta trajtojmë presidenti, janë disa gjëra, janë disa elemente. E para, në Republikën tonë parlamentare, as me kushtetutën e Republikës, madje as me aktgjykimin e sotëm, presidenti i Republikës nuk ka diskrecion, nuk ka autorizime me shpërnda kuvendin edhe nuk do të ketë asnjëherë në këtë sistem. Kuptoje. Ku e ka thonë këtë vendim? E ka thonë vetë që shpërndohet, e ka parapo vetë shpërndarjen. Po se situata është tjetër. Ta ka jep afatin, vazhdimin e afatit Adnan. Ta ka jep 34 ditë vazhdimin e afatit. Shpjegoj 34 ditë automatikisht shpjegoj elementet. Domethënë, elementi i parë